Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku erdhëm në emisionin tonë të radhës në Fox News, Alo Policia Siguria në Fokus, emisioni joni 16. Sot tema që do të trajtojmë është një temë me interes publik, privatësia në epokën digjitale. Të gjithë ne sot jemi pranë me objektin tonë celular, kudo në jetën tonë të përditshme, madje edhe te koka e krevatit kur atë e vendosim. Por në to ne kemi të dhëna. Kemi vendodhjen, kemi komunikimet, kemi fotot, kemi dhëna bankare. A jemi të sigurt sot në këtë epokë digjitale? Në këtë temë sigurisht që do ta ndaj me dy ekspertë të IT-s. Sot kam nderin të kem Tomi Kallangji, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se zgjeta. Eksperti Erion Demiri, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Sigurisht nuk mund mungonte avokati Idait Beqiri, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Dhe gazetari Dyt Beba, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Sigurisht që ka shumë gjëra për të diskutuar, jo vetëm për kuriozitet, por njëkohësisht edhe për të ndihmuar opinionin publik, ndoshta me pyetje të cilat janë shpeshherë që bëhen në jetën e tyre të përditshme. Tomi, ju keni një kohë gjatë që merreni pikërisht me këtë fushë, madje jeni dhe person, një zë në mediat shqiptare, ku her pas here jeni të rritur dhe keni komunikuar për problematika të ndryshme, sidomos për problemet e sotme të IT-s. Shqipëria është një vend që ka një kulturë të ulët, po themi, nga pikpamja informatike. Shpeshherë njerëz të ndryshëm bëhen viktimë. Jo vetëm për shkak të komunikimit në rrjetet sociale, por her pas here bëhen viktimë edhe për shkak të depërtimit. Ne u bëm viktim edhe si shtet, sepse ne provuam çdo të thotë sulm kibernetik, Irani sulmoi dhe deri diku dëmtoi infrastrukturën tonë digjitale dhe ne u ekspozuam me dhënat tona, por jo vetëm, dhe me dhëna sensitive ndaj aktorëve dhe faktorëve të tretë. Sa privat është sot telefoni? Sot në 2026 flasim për telefonet inteligjent. Ne gjithë sot kemi telefon, shqiptarët zakonisht mbajnë dhe teknologjinë e fundit, dhe shpeshherë edhe i updatojmë. Kemi aplikacione të cilët ne i shkarkojmë. Sa të ekspozuar jemi, qoftë edhe ndaj aplikacioneve. E para njerë, shumica aplikacioneve sa po vinë dhe po bëjnë më pak, po ka më pak privatësi. Po të marrë një shembull pa nis nga Britania e Madhe, që nga viti 2025 ka kërkuar një giganti si Apple që çdo informacion që mbajnë përdoruesit britanik në iPhone-et e tyre mos jetë më i enkriptuar. Por në një moment që do dojë shteti britanik të ndërhyjë telefoni Erionit dhe do dojë ta kriptojë dhe të shikojë se çka ka brenda te telefoni Erionit, ta ketë mundësinë për t'i lexuar informacionet, fotot, video, mesazhet e tjera dhe për të kuptuar se çka në të. Dhe i është kërkuar që gjithë juzavet britanik që mbajnë dhëna në iCloud mos i enkriptohet në atë që në gjuhën teknike quhet end-to-end encryption. Dhe është hequr. Nga shteti britanik po kërkon edhe nga WhatsApp-i prej vitesh, sepse dyshon që grupet kriminale në Britaninë e Madhe përdorin WhatsApp-in për të komunikuar, sepse praktikisht është një nga mjetet më sigurta në teknologjinë end-to-end encryption dhe i ka kërkuar disa herë WhatsApp-it që ta heqë këtë teknologjie në Britaninë e Madhe. WhatsApp-i ka dalë kundër, por tani ka hyrë një lojtar i ri në këtë fushën e privatësisë, që është Bashkimi Evropian, që nëpërmjet një ligji që chat control po kërkon me pretekstin e plot fjalës dhe me pretekstin përveç se grupeve kriminale, po dhe grupeve të pedofilëve që qarkullojnë online, të kontrollojnë dhe të shikojnë në real time institucionet e sigurisë çfarë fotosh dërgohen, si dërgohen, sepse sot momentalisht kur unë të dërgoj një foto, ne kemi gjithë informacionin që kalon mes nesh është enkriptuar dhe praktikisht Instagrami, me sa thotë ose bashkë me Facebookun, nuk e shikon se çfarë foto unë të kam nisur ty. Dhe është enkriptuar. Dhe për këtë shkak Bashkimi Evropian ka kërkuar që gjithë këta që quhen big tech-ët ta heqin këtë dhe Meta e ka hequr, pritet ta heqë në mes të majit për Instagram message dhe Facebook message, për WhatsApp-in akoma është në pritje. Të ligj e ka rrëzuar disa herë shteti gjerman për çështje privatësie e tjera, sepse thotë nuk mund të rrëzojmë me privatësinë e 5 milionë europianëve për 0.01% të përdoruesve që e përdorin për të kryer dëme këtë. Kështu që ka detaje plot për këtë gjë që është vënë pak në limite privatësia e përdoruesve.
Rion, në çdo aplikacion, kushdo që merr një telefon të ri ose ka një aplikacion të ri që del, sidomos social, të cilët i përdoren dhe për mjet e komunikimi, sigurisht që sapo hyn thot allow, më lejo. Çfarë lejojnë? Çfarë merr aplikacioni? Dhe çfarë dhonash merr, sepse minimalisht merr listën e telefonave, thot, ma lejon listën e telefonave? Ose më saktë çfarë nuk merr. Dhe gjitha këto që merr, me lejo fotot që ti marr, më lejon këtë dhe ku shkon. Më lejo locationin, më lejo të Më jep location, thot, pra shumë gjëra të kërkon. Dhe këta që ti japin kështu free, çfarë interesi kanë? Po, janë dy aspekte interesante aty. E para, njëherë, duhet kuptojmë që kjo pajisja që ne kemi në dorë, këtë celulari që kemi në dorë, ka filluar prej kohësht ketë një sasi shumë të madhe aftësish. Pra, në fillim ne kishim telefona, përdorëm me telefona celular, më pas ju shtua një kamera, më pas ati ju shtua një kamerë tjetër nga krau tjetër, më pas ju shtua mundësia e geolocation, pra e GPS-it, e kështu me radhë. Pra, pajisja ka filluar të ketë një sasi shumë të madhe. Çdo telefon që ne kemi sot në dorë ka një sasi shumë të madhe funksionesh nga ana e hardware-it. Pra ai mund të ka dhe mikrofonin që patjetër që na jep ne mundësinë që të flasim me kështu me radhë. Në çastin që ne instalojmë një software caktuar, një aplikacion, ai na nxjerr mesazhe të ndryshme, ku mesazhi më i parë dhe më i thjeshtë është do ti që ta instalosh një herë apo jo, dhe kjo është diçka krejt normale pra që ne na kërkohet, ama na kërkohet aksesi pastaj në pika të ndryshme. Në varësi të softwareve që të instalohen, sigurisht ne duhet jemi të kujdesshëm me burimin e këtij softveri, pra cila është kompania që e ka krijuar këtë software, sidomos Apple-i bën edhe Androidi gjithashtu, po bën një skanim goxha të fortë të aplikacioneve që lejon të jenë tek Apple Store. Pra kemi një farë mbrojtje në këtë aspekt, megjithatë ka shumë element që na kërkohen që nga aplikacione ndryshme që të kenë akses. Dhe në çastin që patjetër ai thotë shikos unë do kem akses tek fotot e tua dhe ne i themi ok, unë dua kërkon akses tek kamera, tek mikrofoni dhe ne i themi ok, në këtë moment pastaj jemi te kjo hapësira e mjegullt që normalisht ai aplikacion do t'i përdorte mikrofonin ose kamerën vetëm kur ne ta përdorim, po t'ishte po themi aplikacioni Facebookut do t'na lejonte vetëm që ne ta përdorim për ai ta përdorte kamerën dhe mikrofonin vetëm kur ne të bënim një dialog. Është parë që një sasi e madhe të dhënave kanë rrjedhur dhe shumë prej nesh kemi filluar të ndjejmë atë një nga gjërat më banale që pak a shumë e ndjejnë gjithë popullata që thotë unë përmend me shokët që kam nevojë për çorape dhe mbas pak më dalin reklama çorapesh. Aty kuptohet dhe të gjithë e ndjejmë që ka diçka që nuk shkon pra. Këto të dhënat tona nuk po i jepen. Ose ne jemi manipuluar për të menduar për bler çorape. Ajo pastaj është më tutje, është një element më tutje, por në përgjithësi kjo ndjehet dhe kemi pasur pastaj dhe prova teknike faktikisht kur kompani të mëdha e kanë pranuar që janë dhe në disa procese gjyqësore që është pranuar që besimi i përdoruesve është shkelur dhe të dhënat e tyre, pra këto informacione që merren pastaj pa të drejtën e tyre, janë përdorur për efekt fitimi. Që përshtohet diçka patëm. Sot, domethënë para 2 javësh doli lajmi që aplikacioni që para shumë vitesh u bë i famshëm, Pokémon Go, që dilnin njerëzit me aparat celular dhe kapshin i bëshin foto lagjes dhe thoshin shqip të afër lagjes tënde është një Pokémon që do ta kapësh, që arriti gati diku te 250 milion përdorues në gjithë botën. Që para 2 vjetësh kompania Levi një kompani tjetër nga Emiratet e Bashkuara, nga Arabia Saudite, u kuptua që prej 6 vjetësh që mblidhte foto location i Emirat, doli që kishte mbledh diku te 4.5 miliard fotografi, ishte përdorur për trajnuar një nga software më të mëdhenj sigurisë kombëtare, që quhet Palantir. Dhe për ta trajnuar në gjithë planetin me location, me foto, me monumente, me detaje të Emirat, që gjitha përdorues i bënin fala, sepse i thoshin ti po të shkosh tek Skënderbeu tani dhe po ti bësh foto Skënderbeu fiton 3 coina, kupton? Imagjino tani 250 milion njerëz falas për ty që punojnë dhe bëjnë foto gjatë gjithë kohës dhe çdo të planetit. Dhe sot Palantir është një nga software më mëdhenj sigurisë kombëtare, që e përdor Departamenti Amerikan i Shtetit, që merr vendime në real time nëpër luftra, nëpër operacione sensitive, dhe është përdorur nga një aplikacion që ndjen që për lojra dhe gjithë dhënat e tyre të këtyre përdoruesve ju shitet një kompa për trajnuar një AI për luftë. Që kam pasur mundësinë me një qytetar i një vendi nga Amerika, ishte një shumë vite më parë, edhe më bënte përshtypje kishte bler një iPad, po e bleu këtu.
E mbajti ca kohë dhe pastaj e thërmonte. Dhe më bëri përshtypje që çfarë bënte aty, ke vendi ku kishte kamerë, kishte më tha kemi pak nastro, i dash nastro, e mbylli me nastro. Thash po pse e mbyll ti me nastro? Se më shikojnë, më përgjojnë, më dëgjojnë. A ekziston kjo apo është thjesht fantazia e njerëzve? Patjetër, përderisa ekziston hardware-i, pra në çastin edhe këtij telefonit, ne e dimë që ky telefoni ka një kamerë dhe përpara ka dhe një kamerë mbrapa, pra si mundësi teknike ekziston. Një software i cili pa dijenin ton merr dhe ka aksesin aty, patjetër që mund të ekzistojë, pra ne mund të kemi instaluar pa dashje ose edhe vetë sistemet operative mund të kenë pra hapësira të cilat i lejojnë këtyre kompanive ose forcave të ndryshme, pra keqbërëse që të kenë akses. Dhe gjëja më elementare që njerëzit kanë bërë që në fillim fare me laptopët, ishte që vendosnin një kështu të zezë ose mikrofonit ose celularit. Po ti nuk mund ta bësh të gjë me celularin, se ti celularin e ke gjatë gjithë kohës që e përdor, por kemi pasur edhe kthimin brapa. Një sasi e mirë personash kanë filluar tashmë përdorin aparate të cilët nuk kanë kamera ose kur kanë për të bërë një bisedë lënë goxha larg kështu me radhë. Si mundësi teknike patjetër që ekziston. Frikshëm avokat apo? Frikshëm shumë, po duket privatësia. Privatësia tani nuk ekziston për mendimin tim de facto. Nuk ekziston fare. Çka do të thotë? Ne do privatësi, mos mba telefon fare. Edhe kjo është, domethënë, po s'pate gjymem qef, mbaje. Po, ose tek Nokia kur themi, domethënë se atje është çik më ndryshe, po përsëri edhe tek Nokia ai ka prodhuar Nokian, ai ka brenda atë teknologjinë që ty ja ta zbërthen përsëri jetën tënde private kur i duhet. Kështu që kjo ka edhe një të mirë, po e keqja më e madhe është se s'ka privatësi, po ka dhe një të mirë. Cila është e mira, më thosh ja unë. E mira është që na bën qytetar të përsosur. Domethënë të kemi kujdes në çdo lloj drejtimi, sepse çdo lloj hapi që hedhim, po hap të gabuar, na kanë parë ta. Dhe këtë ka si element, do thosh ja unë, që mundet të konsiderohet si pozitive, kjo gjë. Por e keqja më e madhe këtu është që ne kemi një kulturë jashtëzakonisht ulët për sa i përket përdorimit të këtyre pajisjeve, të këtyre mjeteve të sotme, se nuk i njohim. Edhe ajo pjesë e popullsisë që i njeh, të paktën në vendin ton, ajo mund të jetë, nuk e egzagjeroj unë, por maksimalja mund të jetë 2-3%. Dhe në 90%, domethënë jemi, më fal se banalizoj, po elif matrak. Se qa bëjmë, se qa lëvizim aty në telefon, se edhe pranojmë ato që s'duhen pranuar, dhe kanë arritur pasaj që njerëzit janë mashtruar jashtëzakonisht keq. Unë shikoj që janë intelektual, më ka qenë drejtor shkolle, edhe po t'ju lexoj mesazhet e tij, tikën mendje kokës, i vazhdojnë t'i marrin lek pafund, Berneja e asaja Parisit, se i thotë që ti do marrësh shumë të madhe që të akorduar, edhe ai 500 euro sot, dërgohet dhe 500 tjera, se edhe kjo bën xhirimin e saj, vazhdo prap e tjera, vetëm se bien, domethënë pre e këtyre mashtrimeve që janë faktikisht janë dhe si të dukshme, por që njerëzit edhe gënjehen edhe nga ajo që nuk kanë kulturën e dur, nuk kanë aftësitë që ta menaxhojnë siç duhet këtë mjet që kanë në dorë, përjedhoj domethënë e kthen në armik të vetes tënde. Domethënë ky mjet aq shumë të mira ka sa s'ka ku të vej më, edhe është punë, është mjet pune, në çdo aspekt është, domethënë ti këtë ke punë, tëra llojet e punëve ne me këtë i zgjidhim, ne me këtë jetojmë, ne me këtë domethënë mbajmë familjet e tjera, me këtë mbajmë edhe gjithë elementet e tjerë të jetës njerëzore, me këtë mbajmë shoqërinë, me këtë mbajmë miqësitë, me këtë dashurohemi, me këtë martohemi, me këtë divorcohemi kur vjen problemi, kur kemi një plot. Por gjithsesi, domethënë ne nuk dim ta përdorim, edhe përjedhoj, domethënë kemi psuar shumë, po jam i bindur që edhe akoma më shumë do psojmë. Për më keq pasaj që janë dhe raste tjera që janë, do thosh ja unë, ato janë banale, po gjithsesi kanë rëndësi për atë pjesë të popullsisë që u thashun juve që janë 90% që nuk marrin vesh nga këto. Që
ai vjen pa pikën e turpit e të drojtjes, ty të merë atje ti në lëvizjen tënde, shkon ku duash ai ta drejton edhe të filmon. Edhe nuk e kupton që kjo është shkelje e rëndë, edhe këti për këtë vepër që bëre dënohet deri 3 vjet burg, se ka kodi është në 121, shkelja e privatësisë. Ai se kupton këtë, ta bën kamerën si ti doj qefi atija. Dhe ne këto edhe i ligjërojmë. Këto, se ne themi që në ambiente publike? në ambiente publike po ti bëjnë. Ka përfunduar një proces në këto avokat apo? Po çfarë procesi s'përfundon asnjë proces, sepse neve në një farë mënyrë po i ligjërojmë këto. Janë disa që thotë emision thot investigativ. Edhe emision investigativ, unë jam rrugën time eci, ai vjen më provokon edhe ma çon dhe kamerën mua atje, e jep e filmon edhe marrin anjëherë marrin si provë edhe prokuroria e gjykatës të tjera, megjithëse e din që kjo s'është burim prove, nuk çon as gjakundi kjo. Pse shkel, domethënë kurse ajo e bën efektin faktikisht. Ajo gjyqin popullore dënimin ta jep, sepse opinioni domethënë ta jep ty dënimi për këtë gjë, për videon që dërgon e tjera. Nga YouTube ai kanali? Po. Avokati ju thatë që 90% të qytetarëve nuk kanë informacionet e duhura, apo jo? E thotë ndryshe, po unë po e them që nuk kanë informacionet e duhura. Po mi e 10% që e ka këtë informacion. Si shpjegohet që sot sa telefon ka marrë dhe bllokuar Spaku dhe në zbërthimit tyre po zbërthen çështje problematika si zyrtar ashtu dhe politikan. Pra, mirë nëpërmjet aplikacioneve, por si me sa duket ruajtja e tyre është fakti që ai e ka fizikisht apo ka dhe një mënyrë tjetër jo fizike që mund të deportohet në telefon dhe mund të merren dhënat e telefonit, të cilët sigurisht mund të quhen apo jo provë, këtë pastaj e mund ta interpretoni ju. No, problemi është që të gjithë ata që e përdorin dhe që e kanë telefonin, në fakt të gjithë janë të rrezikuar. Në çfarë aspekt? Domethënë në aspektin e asaj që tham gjithmonë për jetën private të tyre ose edhe për diçka që ata nuk duan ta ekspozojnë. Domethënë mendësia e parë që duhet të angulisin kokë, cili do është që zotëri asnjë nuk e të fshet këtu. Të tëra çka ke këtu ti i di gjithë. Prandaj mos bëj, domethënë gjëra të natyrës që të mendosh se po e fshe, nuk e fshen dot. Edhe derisa është kjo, atëre ka tjera gjëra pastaja në këtë mes. Këtu problemi varet nga cilësia e proceseve e hetimit që neve bëjmë. Dhe cilësia e hetimit tek ne ka rënë jashtëzakonisht shumë. Ne jeni të bindur në Shqipëri, nuk e di, edhe në vende tjera gjërat pak a shumë, po jo si në Shqipëri, po mos jetë ky telefoni, Spaku do ishe inexistent, nuk ekziston fare. Avokat, a lejon të merren në mesazhet e WhatsApp-it për provë? Po i marrin se ai e merr dhe ajo është e manipulueshme. Po ai e merr, por do ta verifikoj, duhet ta lidhi me gjëra të tjera, me prova të tjera. Se nuk mund ta marri vetëm me këtë, se ti po ngritë pretendimin, thuash që jo, është e falsifikuar, atëherë është i detyruar pastaj që të shikojë, a ka mundësi, do vej eksperti pastaj thotë që ka mundësi manipulimi ajo. Sikurse edhe për zërin e tjera. Domethënë unë them se është zëri im. Atëherë ti domosdo do ti futesh. Përmendet WhatsApp-in, mbeten në platformë, mund të drejtohen platformës apo nuk mbeten me qenë se platforma thotë që unë nuk i ruaj të dhënat e tua. Dhe të dhënat ruhen në telefon, por ç'është se edhe të dhënat e komunikimet e mia me Erionin ka një precedent manipulimi, që çfarë do të thënë, nëse unë rikthej atë backupin, do thonë za. E editoj një tekst që se në tajruan tekst e telefoni im dhe atyre që ka shkruar Erioni shkruaj tekste të tjera dhe atyre që kam shkruar nxjerr fjalë të reja dhe i importoj në backup dhe një gjë tjetër për tjetër. Dhe prandaj pyet avokatin, a merret parasysh se prandaj them që duhet të lidhish me prova të tjera, po këtu çështja tani është që kur them që e shkatandisur gjithë proceset hetimore për zbulimin e veprave të rënda kriminale, të grupeve kriminale, të korrupsionit lartë shtetëror e tjera. Tani është bërë trend vetëm telefoni. Nuk përdoren mjetet e tjera. Si e madhe dhënash. Edhe madhe aty brenda. Po pikërisht. Si është edhe madhe dhe ndalojnë aty sepse fillojnë kanë aq shumë aty sa që nuk lodhen me këtë pjesët e por aman kjo nuk do na çoj gjikundi në perspektivë.
Sepse tërë njerëzit do të dinë, do kualifikohen më shumë, do të dinë çfarë t'japin e çfarë mos t'japin, dhe pastaj do ngelen si peshku pa ujë, duke u mësuar vetëm me këtë gjë. Po, kështu që në këtë aspekt e kam fjalën që ne nuk duhet shkasim nga parimet e së drejtës procedurale penale, kush është provë, si sigurohet prova, kush janë burimet e provës, mënyrën si merren ato e tjera. Se ti mund ta marrësh telefonin, por nuk e të drejtë. Në çfarë aspekt nuk e të drejtë? Po nuk e të drejtë që do të bërë me vendim gjykate. E dyta, edhe kur të bëhet me vendim gjykate, do mbash parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese që thotë ka vendosur një kufi dhe thotë po këtë mund ta marrësh, jo këtë që ka të bëjë me jetën e tij personale. Kurse këtu kush do ta ndaj realisht këtë kufi? Një debat shumë i madh asaj te kjo pjesë. Pse si do të ndahet? Po si do ndahet, kush do ndaj këtë kufi? Se këtë kufi nuk e ndan dot. Me integritet do njerëzit që do dhe çfarë shikojmë, domethënë, çfarë konstatojmë sot neve? Ne shikojmë sot që SPAK heton një çështje edhe telefonin e këtij nuk e ka njëri tjetër. Atëre gjithë shtypi i merr vesh që ti pas ke thënë kësaj prostitutë, ky pedofil, ai tjetri pse se i ke nxjerrë këto. Po këto s'kan rëndësi për hetimin. Këto dualën faktikisht. Edhe populli pastaj gjyqin ta bën mbi këtë bazë, nuk ta bën me çka ke vjedhur ti, ose si e ke shpërdoruar detyrën ti, e tjera me radhë. Merret me këto. Edhe e kemi futur shoqërinë, domethënë në një thashë themnaj të jashtëzakonshme, dhe këto pasaj vetëm grindje, sharje, ofendime e tjera, dhe kemi ndyrë aq shumë sa në këtë vend, domethënë, ne ka vend më të prapambetur, do thosha unë, Europë, po edhe në vendet afrikane nuk e gjen me këtë barë kaq të rënd, domethënë, mungesë kulture edhe banalitetesh e jete, domethënë, jetë sikur këtë bësh me gur. Ka njerëz që shpërndajnë informacionet, kanë një përgjegjësi penale që po përgjegjësia, po them, përgjegjësinë penale e kanë, po kur këtë gjë, përgjegjësia penale një nen kemi, s'kemi gjë tjetër. Vetëm që ne 21-shin kemi. Edhe ajo më shumë trajtohet si kontravajtës, maksimalen, domethënë paragrafi 2 që ka është drejt 30 burg, maksimalja, pastaj është me gjobe, me këto. Jo, por këtu problemi është që këto veprime, po ti bëjnë qytetari thjesht ndryshe se ti e ke bërë këtë në 121 po e ke bërë qytetari thjesht, po ty të ta bën organi akuzës, ty ta bën prokuroria, ty ta bën gjykata një gjë të tillë. Edhe kur ta bën ajo, atë si do mbrohesh? Dëmi është më i madh. Dëmi është jashtëzakonisht i madh. Këtu e kisha. Ylber, po lexoj një artikull nga një gazetë italiane që këto ditë ka pasur një seminar në La Sapienza të Romës me një grup gazetarësh lidhur me trajtimin e disa tema me shumë interes, siç është cyber security dhe inteligjenca artificiale. Sepse thotë që jetojmë në një epokë jo vetëm të digitalizuar, por edhe në një epokë të disinformacionit. Pra të gjitha këto dhe roli i mediave është shumë i rëndësishëm sepse do të mbrojë demokracinë. Dhe ky lloj trajnimi, dhe ky lloj trajtimi, patjetër i gazetarëve, të cilët ndeshen me problematika, është shumë i rëndësishëm. Sa është media në Shqipëri e informuar lidhur me këto problematika dhe sidomos me disinformacionin i cili ndikon negativisht në jetën tonë përditshme, ndikon në nivelin e sigurisë kombëtare, ndikon në shumë element. Sa është media e informuar dhe roli i medias lidhur me gjitha këto problematika që ne ngrejmë, lidhur me privatësinë, lidhur me sulmet që i bën institucioneve, lidhur me trufet e ndryshme që krijohen. Pra media, roli i medias. Po sigurisht edhe media nuk është se tek ai nuk po them 90 sa përqindshi, nuk mendoj që ka atë pjesën e kualifikimit sa që kanë ekspertët përballë një pjesë e vogël e shoqërisë që të bëj ato dallimet. Por edhe duke pas parasysh një pjesë e madhe e mediave këtu tek ne njëri mjafton ta shpërndajë një lajm, pjesa tjetër pastaj në mënyrë virale, aq më tepër të bëj dallimin me lajmet fake apo të prodhuara nga inteligjenca artificiale, siç kemi rastin tani edhe të konfliktit, të luftës me videove që kanë qarkulluar, kush janë të vërteta dhe kush janë reale. Nëse ajo do vërtetohet, do ndahet shapi nga sheqeri, puna është që do marr disa ditë, ajo ka mbaruar punë. Kështu që është edhe një lloj si pjesa, pra shpejtësia është vështirë që
me shpejtësinë e përhapjes ti të arrish të japësh një përgjigje është e vërtetë apo e fake. Por tek pjesa e telefonave më lejo të them edhe diçka tek ajo që preken dhe paraforcit, unë mendoj që problemi më i madh këtu është që nuk ka gjë falas. Në moment që një aplikacion është falas, këtu është problemi më i madh. Sepse si mundet që ai të jetë teknologji thonë që një produkt është falas, produkti etik. Po, produkti etik, kështu që kjo është ajo që e përmbledh më së miri. Dhe ne edhe për telefonat jemi në shenjë të paktën të 5 hapave kryesorë, nga momenti që e blen prodhuesi që normalisht e ruan ndoshta një feedback edhe për statistika, qoftë edhe kompania celulare për gjurmimin ku je më e pakta, te Wi-Fi, mënyra normalisht vendet ku mund të hyjmë, por edhe institucionet ligjvatuese. Ne kishim para pak vitesh 2016 skandalin e MC Catcher që u ngrit në një komision hetimor atëre. Por pa futur këtu edhe hakerat, pjesën e hakerëve. Pra, nga gjitha anët ne jemi zero siguria, privatësia është zero. Kështu që në çdo moment që nisemi edhe për të hapur telefonin, thash të tjerat, është që jemi të ekspozuar. Telefoni është ai që di më mirë gjithçka për ne. Pra ka profilin ton, çfarë dim, çfarë bëjmë, çfarë klikojmë, çfarë dëshirojmë, për dal pastaj tek ajo që tha Atomi dhe Erioni, që ata edhe në moment që ka qituar edhe veç, edhe pa e shprehur diçka, jo më ta bisedojmë, po ta mendoj, ajo më ka dalë përpara. Kështu që ju thatë diçka interesante të cilët do ta trajtojmë në pjesën e dytë të emisionit, lidhur me çfarë është IMSI Catcher. Ka pasur një njoftim sot që hakerët iranian kanë hyrë në emailin e shefit të FBI-t, por do të kalojmë në një spot publicitar dhe pas pak rikthehemi. Mos u largoni në Fax News. U kthyem në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia, Siguri në Fokus. Vazhdojmë të jemi në panel me dy ekspert të IT-s, Tomi Kallangji, Erion Demiri dhe gazetari Dylber Balla, Idajet Beqiri, avokati. Po diskutonim dhe gjatë kohës pauzës, gjatë spotit publicitar, lidhur me sistemet e përgjimit apo me sistemet e kontrollit dhe sa të rrezikuar jemi, sidomos në një botë digjitale ku ekspozimet ndaj personave të tretë apo personave të grupe kriminale sigurisht që mund të jenë element rreziku për çdo që ka një biznes, që ka një aktivitet apo që mund të jetë i rrezikuar qoftë për gjobvënie. Por shpeshherë flitet në ambiente private që janë disa pajisje elektronike që quhen IMSI Catcher. IMSI Catcher për publikun është një pajisje elektronike që sillet si një antenë ku shpeshherë qytetarët, duke parë që ka një sinjal pavarësisht nga mënyra se si emërtohet, pajisja, telefoni, atëherë bëhet lidhja. Telefoni gënjehet sikur është antena më afër. afër. Bëhet lidhja. Dhe këto pajisje pastaj kanë disa aftësi të cilët identifikojnë personin apo personat. Për këtë sigurisht që pyetjen do t'ja bëjmë ekspertëve. Tomi, çfarë është kjo IMSI Catcher? Tani IMSI Catcher është çik teknologji e vjetër si gjë. 2-3 vjet. Jo, më shumë, 10 vjet. Ka 2-3 ku ka qenë atëre më shumë, sepse e para nuk përdoret më si teknologji ajo IMSI Catcher, sepse mund të përdoret ndoshta në lidhje mesme ku njerëzit flasin më shumë telefon fizik. Por që ideja është që ajo sillet si një antenë GSM, ku telefoni jot në përgjithësi këto parkohen afër vendeve viktimës. Nëse antena më afërt është tek, si më thënë, te bryli dhe ne nëse parkojmë makinën para Fax Newsit, telefoni jot do mendoj se antena më afërt është kjo që është këtu afër. Ajo është klonon në një farë mënyrë frekuencën GSM dhe ti lidhesh nëpërmjet saj IMSI Catcherit, që kjo është e lidhur me antenën te bryli. Dhe kur ti je duke folur në telefon, kjo ka një probabilitet që mund të zbulojmë kujt po i çon një SMS, po vetëm duke përdor sinjalin telefonik GSM dhe jo atë të internetit, sepse ne me të hyrë në internet trafiku jonë enkriptohet dhe kjo bëhet pothuajse pamundur, por hakerët pastaj kanë përdorur teknologji të tjera pastaj për të zgjidhur këto gjëra,
si SMS sniffing, që klonojnë simet, SIM sniffing, që klonojnë simet e viktimave për të marrë authentication, për të hyrë në për accountet e përdoruesve të ndryshëm, WhatsAppit, Telegramit të përdoruesve. Kjo është ajo që po tentojnë më shumë hakera, që mirë shumë, ne mos tregojmë shumë gjëra kështu se i shtym njerëzit të kuriozojnë për këto detaje. Erion, kush mund t'i përdorë këtë lloj teknologjie, qofse e vjetruar, po shumë eficiente, sepse ajo e kryen funksionin. Është e para si lloj mënyre si lloj mënyre konceptimi, është një lloj mënyre e cila përdoret zakonisht në teknologji. Pra kur ti vendos, krijon diçka e cila bën pajisjen e atij tjetrit që të gënjehet sikur ti je pajisja e dur me cilën do lidhej. Në rastin im psikeçit bëhet fjalë për një antenë mobile të lëvizshme, por kemi shumë mënyra. Patjetër kush i përdor. Të gjitha ata të cilët të duhan që të kenë akses në informacionin që po transferohet nga një pajisje tjetër. Kemi që tek institucionet caktuara, por gjithashtu këto janë teknologji që shpeshherë janë të kapshme nga personat, nga ata që kanë më shumë para, që do të thotë dhe organizatat caktuara, qofshin ato pra jo shtetërore, qofshin brenda ligjit, qofshin jashtë ligjshme, të cilat kanë akses në këto teknologji dhe që pastaj i marrin dhe përdorin për nevojat e veta, gjithmonë për totali fundi është mbledhja e informacionit për persona të ndryshëm, për mënyrën se ata komunikojnë në shumë radhë. Shko, para disa vitesh, mos gaboj para 2 vjetësh, ka qenë një operacion i policisë shtetit për prerjen dhe heqjen e lidhjeve të paligjshme, flas për telekamerat. Për kamerat. Dhe ky operacion nisi nga qyteti i Shkodrës dhe zbriti poshtë dhe ushtrin të gjithë Republikën e Shqipërisë. Kemi parë punës policie, të cilët me ato makina të hypnin sipër kputjen e kablove dhe pam që midis tyre kishin transmetime të cilët vinin me anë të simit, por të dhëna që kur nuk u bën publike dhe nuk arritën të paktën të shkonin tek serveri, aty ku këto dhëna shkonin. Ne morëm vetëm syrin, po ai quajmë në gjuhën popullore, morëm syrin, pra morëm kamerën, por nuk morëm serverin. Kush janë serverët, si nuk u dhe nuk u ndoq zbuluaj gjë përveç se hoqëm persona kamerën. e kishin vendosur. Ka qenë ai operacioni, ka zgjatur goxha, pa çka se ne kemi pasur atë pak kundërshtime, unë personalisht, pra që personat me uniformë policisë merrnin dhe hipnin nëpër shkallë, normalisht duhet kishte persona të tjerë që të merreshin me heqjen fizike, se është tjetër gjë mbledhja e provave, është tjetër gjë thjesht shkatrimi ose heqja pra e tyre. Nuk u ndoq, është e vërtetë që nuk u ndoq. Faktikisht unë e di me siguri që të paktën në zonën e Shkodrës, Shkodra është nga qytetet që i do më shumë kamera në Shqipëri. Këtë e kam edhe nga jeta e përditshme që ne bëjmë. Pra në Shkodër është një shumë e madhe, pra është vetë popullata e cila i përdor shumë, i tërheq i përdorin kamerat. Sigurisht avokati mund të sjellë më qartë pasaj të pjesa e anës ligjore se ku ti mund vendosësh kamera, çfarë duhet shohësh e kështu me radhë. Por heqja në atë formë sot ka disa teknologji, pra teknologjia më banale që ishte përdorur dhe atëherë ka qenë lidhja direkte me qoftë me fibra optike atyre kamerave, pra ti mund ta gjeje shumë më thjesht të paktën se ku ishte pika e lidhjes së kamerës. Duke ndjekur gjurmët e. Në mos gjetja e serverit real, sepse pastaj nëse ato lidhen në internet, serveri mund të jetë nga krau tjetër i botës dhe ti nuk e gjen, por të paktën lidhja që bëhet derisa pastaj kamerat të tjera të cilat bazohen në rrjeta 4G pra të operatorëve. Sigurisht mendoj që edhe një pjesë janë rikthyer atyre kamerave sepse shpeshherë janë dhe grupe të caktuara pastaj që investojnë sidomos në këto kamerat që kontrollojnë këto pikat kryesore kyçe të rrugëve. Po që do të kishte një inteligjencë policore e cila do të kërkonte ekspertë ju. Do ishin në gjendje ekspertët tanë që të jepnin një ndihmë policisë shtetit për ta bërë këtë hetim, për të shkuar dhe për të marrë pikërisht serverat, dhënat, kush kanë qenë, për sa i kanë përdorur, si i kanë transferuar, se sa të bënë ato operacion spektakolar që hypnin nëpër shtylla të kpuçin kamerë. Patjetër është mundësia, por nuk është tërheqëse nga ana e medias që të shikoj 2-3 persona duke punuar në kompjuter, kurse shumë persona që heqin kamerat me shkallë është më kuptueshme nga popullata. Vendosja e kamerave, pajisjet të cilët ne po flasim, sa të ligjshme dhe sa të paligjshme, a ka legjislacionin shqiptar evolon raport me gjithë këto elemente? Vendosjes tani të projektit. Pastaj do të vinë dhe tek ajo patjetër që Smart City, e thënë Smart City, Big Brother. sa ndikon ajo në privatësi dhe
Sa të mbrojtën e qytetarët, lidhur me përdorimin e këtyre kamerave. Flasim nga pikpamje ligjore. Po jo, kjo faktikisht është dyanshme, edhe dobi ka, por edhe demet mëdha ka. Edhe në këtë drejtim, domethënë duhet bërë një lloj bilanci, sa janë përfitimet edhe sa është demi. Duhet posu bëj një bilanc i tillë, edhe këtë bëjnë ekspertët faktikisht më shumë. Por aman edhe gjithë faktorët e tjerë që kur del një ligj. Kur them që ka dobit e veta, në fakt tek pallati që jemi aty, neve kemi vendosur një palë kamera në pallat. Një hyrje ka ai pallati jonë aty dhe kemi vendosur një palë kamera. Por dhe ajo kontrollon vetëm korridorin, domethënë aty ato ambientin. Jo, jashtë ashensorit. Është jashtë, jo brenda jo, po jashtë. Sipërfaqe përbashkë këta. Edhe një pallat tjetër që është këtu, domethënë atje shikon çdo gjë, kush hyn, kush del etj me radhë. Aty. Ka qenë e dobishme. Në çfarë aspekt? Në aspektin që unë di për shembull që policia ka ardhur disa herë aty, ka ndodhur disa vjedhje, edhe i ka zbuluar me njëherë. Ka ardhur, i ka parë, çfarë ore ka ardhur, kush është ngjitur, ai duti, si e ka vjedhur, si e ka bërë etj. Një rast tjetër, domethënë që ishte një krim kështu atje, që u hodh nga kati lart atje, e kemi dëgjuar edhe si ngjarja ajo e huaj ajo vajza, që ishte një tip dhome atje dhe raposht, u i dush policisë që si, kush e hodhi, kush se hodhi, i zhvet, si zhvet e tjera. Domethënë, mund t'i duhet edhe të ditë shikoj që bëhet në shtëpinë e çdo shqiptari nëse ka ndonjë krim, po. Jo, e kam fjalën, jo pikërisht. Pra thash që në këtë aspekt, domethënë, atje ku në këta lloj ambiente të tilla ka të mira, ka pozitivitete. Po problemi është te syri magjik, nuk e di, e keni vënë që shumë banor po vendosin këto kamerë vend të syrit magjik. Po çfarë bën? Ky syri magjik është përballë, do them, derës të erionit. Po pikërisht. Kjo tani është e tmerrshme, sepse i pak ditë më parë më vinte dhe do të bënte kallëzim penal faktikisht, ajo dhe orientova unë si do bënte, se e kishte marrë domethënë te dera e shtëpisë vet. Ishte te dera e shtëpisë vet, po shtëpit i kanë ngjitur. Edhe komplet kush hyn tha, e kush del në shtëpinë time. Çfarë bëj, çfarë s'bëj unë tha. Më vjen mua i dashur i tha, më vjen jo dikush tjetër komplet tha, i kam këtu te kjo familja tjetër. Po atëre këtu s'ka me privatësi. Pra, e kam fjalën që kamerat duhen, por duhen në ambiente të tilla ku nuk prekin privatësinë time, por që i shërbejnë interesit tim, sepse parandaloj një krim, zbuloj një krim, zbuloj një akt, domethënë të kundërligjshëm që bën ndaj meje e tjera. Për interesa të tilla, ne ato duhet, domethënë duhet i stimulojmë këto. Po tani kush do na mbrojë neve prej këtyre? Ne vetë nuk mbrohemi dot. Qytetarët e këtij vendi, unë u thash, jo thjesht dhe vetëm po për kulturën që u muon kultura e tjera, por duhet na marrin në dorëzim në kuptimin e vërtetë të fjalës, do na marrin institucionet e shtetit. A ka shteti institucione të tilla që mua, domethënë, të më ruaj nga e keqja që më vjen, qoftë edhe nga telefoni, se unë nuk di ta përdor, dhe ai mua kur të duash mund të më marrë edhe dhënat e bankës këtu. Atëre, çfarë duhet bëj banka që mua mos më merret kjo gjë? Ose çfarë duhet bëj vetë policia e shtetit për shembull që mua të mos më kanos dikush për të më vrarë? Dhe ajo vetë si duhet ajo ta ketë sinjalin që të më vinë në ndihmë mua. Në këtë drejtim them, më shumë edhe të punojnë për kulturë, domethënë që njerëzit kulturohen edhe të dinë si t'i përdorin vetë ata dhe të jenë të kujdesshëm. Por këtu kujdesin më të madh edhe përgjegjësinë më të madhe them duhet ta marrin institucionet e shtetit, në të kundërtën ne jemi të rrezikuar në çdo drejtim. Më bëri kuriozitet, isha në Rom para 2 muajsh, edhe më bëri kuriozitet ako një miku tim kishte një restorant në Rom, më tha që merren tat privatësisë, dhe më thanë që duhet të heqësh, kisha një kamerë aty brenda bar kafes. Më thanë që ti nuk plotson mbrojtjen për të ruajtur dhënat personale të merat, angra 3.000 euro gjop. Tani, bizneset shqiptare kanë 20 telekamera, regjistrohemi nga gjitha anët. Pyetja është, bizneset shqiptare do mbajnë përgjegjësi që regjistrojnë çdo cepe, çdo
vend. Shiko, me qenë se përmende Italinë, kam një eksperiencë jo të vogël në drejtim të sistemeve të vëzhgimit, kryesisht të objekteve, qofshin këto publike ashtu dhe private. Italia ka një ligj që thotë ti nuk mund vendosësh dot një hard disk, siç e vendosim ne këtu, që të ruaj 30 ditë. Ka dhe që e ruajnë 3 muaj. Hard disku që do të vendosësh, memoria, do të jetë jo më shumë se 48 orë. Sepse do të jenë vetëm emergjencat e tua të subjektit ku ti je. Dhe nëse ka ndodhur një ngjarje, qoftë për shërbimet e policisë, brenda 48 orëve është e vlefshme. Ti nuk mund të mbash të dhëna, të cilët pastaj e te e kalon qëllimin për cilin ti i ke vendosur kamerat e sigurisë, dhe këta mund të keq përdoren sepse këto dhëna fillojnë ruan për qëllime keqdashse. Pra nuk i ruan më për qëllime të tilla. Prandaj është ligji thotë, nëse unë do të bëj një kontroll në subjektin tënd dhe memoria jote e hard diskut është më e madhe se sa ruajtja e saj në 48 orë, jo, edhe kjo është 48 orë, përveç përgjegjësisë që ke për dhënat që vijnë nga sistemi jot, pra administratori mban përgjegjësi, por nuk të lejon më shumë se 48 orë në përdorim. Policia e shtetit nxorri atëherë një udhëzim që rritjen e masave të sigurisë, kryesisht në objekte të rëndësisë veçantë, por edhe objekte të cilët ishin përcaktuara, të cilët duhet të mbajnë telekamera. Një bar kafe nuk mund të mbajë 20 telekamera. Shiko, ato janë të dhëna, jo çdo bar kafe. Pra objektet, ajo e thotë që objektet të cilët kanë shërbime me 3 turne. Ata që kanë mbi 50 punonjës. Janë strukturat akomoduese, po jo çdo subjekt mund të vendosë telekamera. E ka të përcaktuar ligji. Pra, subjektet që kanë mbi 50 punëtorë, që të detyron të vendosësh telekamera, institucionet arsimore, institucionet spitalore, pra këta institucionet të cilët janë të një niveli të tillë që kanë. Mos flasim pastaj që ne kemi biznes në Shqipëri që i marrin punonjës të shenjat e gishtave. Që është totalisht shkelje privatësie. Pastaj po kalojmë në sisteme të tjera të cilët janë vepër penale, apo jo? Po domosdoshmë janë vepër penale. Shqipëri ka shumë biznese që punonjësit bëjnë check-in me gisht. Këtu para 10 vitesh, domethënë raste konkrete. Apo jo, zotëri. Jo vetëm aq, po ato janë pajisje mos gaboj që vijnë nga Kina. Po pikërisht. Ne nuk e dimë atë lloj sistemi që përdorin ti për punonjësit, ku përdoret retina e syrit, përdoret gjurmët e gishtit, përdoren disa elemente të tjerë të cilët vinë pa i qymë kot nga Temu. Shkon, futesh dhe i ka këto elemente. Ka kodin, futesh në sistem, bën agjornimin e dhënave dhe ku shkojnë këto dhëna, pra edhe kjo ka të bëjë me privatësinë dhe me shkeljen e drejtave që ka një punonjës. Nuk mund ta detyrosh atë që të ketë dhe të jap nuk e di me pëlqim apo pa pëlqim, të dhëna të cilët mund të jenë. Po jo, pa jeti i obliguar se ti po ishe shefi, po ishte do për check-in, ti nuk je i barabartë me atë, kupton? Çasti që nuk i ndodh në objekte si detyruar që do ta bëj. Për të pyetur pak avokatin, duke qenë se ka qenë shumë procese gjyqësore, tani kjo teknologjia ka keqen tani avokat, po ka vetë mirën sikur thatë ju. Tani nga ngjarjet e bujshme së shkaluarës, ku mund na kishin ndihmuar më shumë që mund të kishim zbardhur nëse do të kishim me teknologjinë e sotme. Qoftë ato para 10, 15, 20 vitesh. Jo, në këtë pikpamje them unë, e mirë e madhe është që në krimet më të rënda, qoftë edhe vrasjet, apo edhe krimet tjera, janë zbuluar nëpërmjet këtyre, do thënë, kamerave të tjera që janë vendosur. Se me të vërtetë ne themi që nuk do ta vendosësh te dera e shtëpisë. Por po të ketë një legjislacion, një ligj për këtë punë, të specifikuar mirë, dhe pastaj mbi bazën e tij të dalin edhe akte të tjera në ligjore, në formën rregullore se tjera, që të përcaktohen rigorozisht qartë, domethënë që si ku lejohet, ku nuk lejohet e tjera, por këtë gjë nuk mund ta bëjë çdo individ në kokën e vet, se këtu tek ne ajo është lënë që çdo kush e vlerëson vetë, e bën vetë. Domethënë, e bën vetë ai bar kafes, e bën vetë një që ka një institucion apo një organizat shoqërore, e bën vetë edhe familjari, edhe vendos. Po këtu, po të ketë kritere se si, atëherë po të vendosen kritere se si, edhe zinxhiri pasaj është i plot, se më merr mua, ma merr sigurinë e jetës time, të pasurisë time e tjera, ma merr ti me këtë ligjin që bëre, se me të vërtet nuk e kam unë kamerën këtu, po ti e ke vendosur në një vend tjetër, atje që ti e kap këtë rrezikun tim këtu. Domethënë e planifikon, e ke
e ke ndërtuar në një mënyrë të tillë sistemin që ke të kontrolluar qytetin. Edhe po ma kontrollove, do ma more si shtet këtë gjë për ti. Unë s'kam që dua në shtëpinë time pastaj. Ajo kosto është në fundit, edhe për mua e për cilin do tjetër. Mund ta vësh po jo të filmosh komshiu. Jo, e kuptoj, po them nuk kam pse ta bëj një gjë të tillë më pastaj. Sepse por të mos harrojmë që sidomos njerë numrin më të madh të vrasjeve që janë zbuluar, ne e kemi zbuluar vetëm me teknologjinë e re. Dhe më parë i kemi, domethënë ne kemi krime sot, i kemi të pazbuluara, i kemi se nuk ka ekzistuar këto. Edhe janë në kërkim të përjetshëm ata dhe nuk po i zbulojnë dot. Nuk punonin në atë moment. Po ata dim pastaj si ti. A lejo që një kamerë që është e palishme po filmon në mënyrë palishme të dorët për provë për një krim që ka ndodhur? Po si indicie, ajo është indicie, nuk është provë. Nuk është provë. Vetëm me këtë nuk mundet të shkosh, domethënë ti para drejtësisë e tjera para gjykatës. Atje, se ajo edhe ju e dini më mirë, po edhe manipulohen. Edhe mund ta bësh, është derisa ekziston kjo teknologji, po ekziston edhe manipulimi i saj. Tani ata, domethënë ai të më bën mua me fytyrë, më bën me zë, me të gjitha, edhe ju thoni që unë jam që kam bërë veprën penale. Por ka disa prova tjera pastaj kur do të formosh zinxhirin, se po su formoa zinxhiri plot dhe të mbyllet, edhe hallka e fundit nuk e krim. Në drejtim një informacion si indicje, po si indicje e marrin. Po, si indicje e marrin. Kur themur si indicje e marrin, ju shikoni ç'a bën ai, e kanë xhep, e fut këtu, edhe ja pranon emisioni investigativ. Edhe ai e dërgon me njëherë, e merr ata e merr policia atje shtetet dhe mbi këtë bazë fillojnë hetimet, pastaj tjerat edhe e ndërton zinxhirin. Që këtu mori shkasi, nga kjo merr shkas. Por dhe, domethënë janë të palishme, në rast se dikush këtë gjë, domethënë e bën për të dëmtuar mua, gjithmonë për të dëmtuar mua, jo kur ka një krim konkret, se bie fjala, ai po vjen po më kanos për të më vrarë mua, ose ai po vjen që të më grabisi në shtëpi e tjera, edhe unë moment, domethënë, e nxjerr dhe filmoj, atëre unë jam para një rreziku, edhe kjo, domethënë, kjo është shmjet që mua më mbron, edhe derisa është shmjet që më mbron, atëre kjo shërben nesër jo vetëm si indicje, por edhe si provë. Sa herë ndodhi ngjarje, kamerat kanë evidentuar dhe kanë ndihmuar shumë në raste për zbuluar autorët e krimit. Por ajo çfarë gjykata duhet të marrë për bazë, nuk është ajo USB-ja që vjen një punës policie, e merr tek videoregjistratori dhe shkon e çon. Sepse këto janë të manipulueshme. Ajo çfarë duhet të bëhet, do të jetë videoregjistratori ose serveri i cili do të jetë prova, baza. Sepse më ka ndodhur një rast. Po edhe mënyra se si e merri do vishë mbash një procesor bal, do të fotografosh, do regjistrosh ku e more, ku është ajo, e ta fillosh ki atje ku e more, e dyta si e more, do të shkruhet procesor bal, ku e fute, atë, si e izolove, kush e hapi atje e tjera me radhë, por nuk pati këtë formë rrugës pasaj ç'as bëhet. Duhet të kthehem në këto minuta të fundit që jemi në një moment shumë të rëndësishëm për shkak të një bote e cila sot është në një konflikt dhe ato çfarë përdoren sot nuk është vetëm armët, por është edhe sulmet kibernetike. Rasti i fundit ka një njoftim sot nga mediat ku thuhet që hakerat iranian kanë arritur të deportojnë në emailin e shefit të FBI-t, Kash Patel, dhe ka arritur të publikojë foto dhe disa dhëna komunikime të cilët si mund të hyjnë sot hakerat në sistemet më të avancuar, po themi, të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Si nga këto vendet të gratske gjithë ky sulm ndaj këtij. Ja, ishte më shumë, të paktën nga deklarata që dhe FBI ka dhënë, bëhet fjalë për një adresë emaili private të këtij, pra jo adresë emaili të institucionit, ka goxha rëndësi dhe ndryshim, dhe mbi të gjitha dhe që ato që janë publikuar, megjithatë FBI ka pranuar, pra që është bërë pra një akses i tillë, pra sepse dhe ato që janë publikuar mund të diskutoheshin, sepse janë publikuar foto të vjetra, pra të personit të cilit ai ka pasur në emailët e tij, dhe më shumë mendoj që është bërë në formën propagandistike tani, pra
që shiko se ne arrim që të hyjmë deri këtu. Me sa deklarohet të paktën nga institucioni, kemi të bëjmë një adresë emaili private, pra në një server privat, nga ato adresat e emailit, nuk është thënë si emër, po nga ato adresat e emailit që përdorin të gjithë, pra tipi Gmail, Ka ndodhur edhe me zonën Clinton, mos gaboj, që hyn në adresën e saj private. Sepse adresat private, duke qenë shpeshherë servera të cilët mund të jenë qoftë publik nga këto tipi Gmail e kështu, por mund të jenë dhe servera privat të personit ose të kompanisë, të cilët sigurisht nuk kanë të njëjtat resurse me institucione të mëdha siç është Departamenti i Shtetit ose. Ai lejohet zyrtarëve të ndryshëm të komunikojnë nëpërmjet emaileve private apo të komunikojnë qoftë dhe nëpërmjet aplikacioneve. Kujtoj një rast që është me Clintonin diskutuar në diskutim shumë të madh. Shqipëria futet tu apo? Te kisha fjalën për postën sepse ne jemi pjesë Jo për kryeministrin. Në Shqipëri, në gjithë botën, jo vetëm Shqipëri, faktikisht sepse keni komunikim në Signal, mos gaboj, ku komunikonin drejtues Departamenti Amerikan Shtetit apo? Po, që ishte një grup aty, po, ka qenë dhe një grup i tillë. Jo, cili është problemi? Problemi është dalim përsëri tek ajo që po diskutonim dhe pak më përpara që ti ndjehesh i monitoruar, i spionuar që si të duash, dhe pastaj vetë këta persona fillojnë të kërkojnë një mënyrë tjetër komunikimi, me qënë se dihet, po themi, rasti FBI, dihet që të gjitha emailet e FBI janë në kontroll shumë të madhe, bla bla bla, dhe janë vetë këta personat cilët një farë forme fillojnë përdorin adresat të tjera private për komunikime, ndoshta që nuk duan që të lexohen brenda institucionit dhe pastaj bien pre e këtyre lloj hakime. Pra është një rreth vicioz ky, i cili nuk ka një përfundimtare. Do thoshë diçka, se do thënë, jo se harroj në fund, po vlerësoj se duhet ta them këtë gjë. Në situatën që ndodhemi, derisa themi që kemi këtë kulturë të ulët, edhe në njohjen, edhe në përdorimin, edhe këtyre e kësaj teknologjie që kemi në duar, ne mendoj që kjo pjesa e vogël, ky 5% pak më pak, që i di shumë mirë këto gjëra, këta duhet jenë, sipas mendimit tim, duhet jenë njerëz me një përgjegjësi të jashtëzakonshme, edhe domethënë duhet jenë të përgjegjshëm edhe si etik shumë, edhe si kulturë kombëtare, domethënë që udhim se të kombi vet, sepse në një mënyrë apo një tjetër u drejtojnë pyetje të ndryshme gazetarët dhe ai për shembull thotë, kjo mund të bëhet kështu, edhe janë mëson kriminalit. Ne nuk e dim, më mirë le të mos i dim gjërat, derisa të vijë një moment që kultura jonë të zgjerohet e mos jemi 95% analfabet, po të shtohet kjo kulturë. Kur shtohet kjo kulturë, edhe mbrojtja bëhet më e mirë. Por tani që kemi kaq të ult ata që i din këto gjëra, pra e kemi kaq të vogël këtë shifër, atëherë ata në një farë mënyrë sikur e shpërndajnë të keqen. E shpërndaj pse se ai thotë e di shumë mirë ai si bëhet, po se di si bëhet. Më mirë mos ta di, derisa të vijë momenti që ta përthith me kulturën time, me mbrojtjen time, apo edhe me një legjislacion më të avancuar, apo kur më merr më mirë në mbrojtje shteti e tjera. Sepse këta që janë specialistë kësaj pune, me sinqeritet, këta në njerë, pa dashje, nxisin disa kriminal që thonë, u beka dhe kështu, edhe e bëj. Nuk e di, ja jem i qartë për edhe që po them, po... Shumë i qartë, shumë bukur qasje. Ne jemi në fund të emisionit, dhe në një këshill për qytetarët shqiptar, por edhe për bizneset. Çfarë duhet të kenë kujdes në kompjuteret e tyre, sepse kanë ekonomit, kanë sistemin bankar, kanë gjitha gjërat, po dhe qytetarët që mbajnë në telefona. Një këshill për shkakun që më vjen në mend është mos përdorni në të gjitha aplikacionet të njëjtin password. Është nga gjërat thelbësore. Sa më pak aplikacione. E dyta, a duhet kenë sistemet antivirus? Sepse një miku im më shkruan dhe më thotë që në Itali, për shembull, po të bësh denoncim, nuk ta pranon policia, thotë çfarë antivirusi ke vendosur. Që është certifikuar ta pranon, të kundër s'ka mos një lloj përgjegjësie. Të merrem me sistemin tonë. Ajo pjesë është pak si ajo fakti që kur ti shkruani dhe i thua edhe në polici që më kanë vjedhur shtëpinë, ata pyesin a ishte dera mbyllur. Kur është dera hapur, patjetër nuk është një gjë. Nuk merret aq e thjeshtë.
Këshilla. Pse si ke çuar bank? Ose pse ishe e le makinën ndezur dhe shkove te kapi. Ose pse i mban që ato lekë shtëpi ku i gjete. Gjithmonë fajin e ka ai që se ruajti lopën, jo gjë më i lopën. Këshilla është që normalisht Fation ne kemi, është e vërtetë si shtat avokati me drejt, kemi një kulturë të ulët. Nuk është vetëm e Shqipërisë, por në përgjithësi popullata nuk e njeh teknologjinë. Këshilla për bizneset është që ka ardhur koha që të shihen me seriozitet. Pra çfarë janë sisteme kompjuterike tek sistemet e gjithë secili nuk ka sot biznes pa një kompjuter, aty ka një sasi shumë të madhe dhënash dhe ato dhëna kushtojnë shumë biznesit. Shikohet me shumë kuriozitet, me shumë seriozitet pra higjiena, mbarvajtja e atij sistemi. Unë Fation, lejo them diçka, mendoj që nëse përpara disa viteve ishte dukesh si utopi që çdo biznes kishte nga një avokat ta kontaktonte për të mbrojtur nga çështjet ligjore të mundshme etj. Kurse tani duhet që çdo biznes të kontaktojë një ekspert. Po ku të gjesh janë të rrallë shumë. Është bërë domosdoshëm. Janë do të kushtu shumë. Po. Janë të rrallë. Kushtueshëm janë, është vërtet teknologjia kushton. Teknologjia kushton dhe këtë, por varet çfarë do mbrosh. Po, varet çfarë do mbrosh, por ajo që ne sot hasim faktikisht për ditë është që bizneset në përgjithësi me që se u fokusuam pak në biznesi, nuk i kushtojnë rëndësinë e dur dhe shumica e problematikave që lindin nga kjo lënia pasdore e gjërave se sa e. Prandaj thirrja që duhet bërë qytetarëve shqiptar për mua, dhe dy fjalë e mbarova. Mbarova se edhe shumë bëj, kemi kaluar gjithë limitet e kohës. Është kjo që më parë thoshit një familje nuk duhet rri pa një doktor të familjes e pa një avokat të familjes. Tani duhet shtuar dhe një IT i familjes. Ne do të shpëtoni. Erdhëm në fund të emisionit ton. Alo Policia Siguria në Fokus. Patëm nderin sot kishim në këtë emision Tomi Kallanxhi. Faleminderit që ishit sot. Erion Demiri, faleminderit. Dilber Balla, faleminderit. Idet Beqiri, faleminderit. Të nderuar teleshikues, siguria nuk është më një shërbim, por është pjesë integrale e jetës tonë të përditshme. Është pjesë integrale e drejtësisë, pjesë integrale e sigurisë, pjesë integrale. Dhe prandaj investimi në siguri është gjithmonë pozitiv sepse është parandalues. Më mirë të parandalosh se sa të kurosh. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë, shikohemi në emisionin e ardhshëm.